Qelsat e së mirës. Qelsi i xhenetit, njohshmëria e Allahut. Qelsi i dashamirësisë, besnikëria. Qelsi i diturisë, pyetja. Qelsi i fitores, durimi. Qelsi i namazit, abdesi. Qelsi i haxhit, ihrami. Qelsi i suksesit, devicioni. Qelsi i shtimit të mirave, mirënjohja. Qelsi i përgjithësisë, duaja. Qelsi i imanit, të menduarit për krijesat e Allahut. Qelsi i jetës shpirtërore, meditimi në fjalët e Allahut dhe lënia e gjunaheve. Qelsi i riskut, istighfari dhe devotshmëria. Qelsi i krenarisë, respektimi i Allahut dhe të dërguarit të tij. Në xhenet është një shtëpi, që quhet shtëpia e gëzimit, dhe aty do të hyjë kushdo që ka gëzuar një fëmijë.